mbrëmjen e dieshme, artisti I njohur Gjesti u pa në hyrje të një diskoteke në Vjenë të Austrisë, duke treguar edhe një herë zemrën e tij të madhe. Një fanse e tij e veçantë kishte ardhur për të ndjekur koncertin, pavarësisht sfidave fizike që ajo kishte. E ulur në karrocë, vajza priste me emocione të takonte idhullin e saj. Gjesti jo vetëm që ndaloi për të bërë një foto me të, por kur vuri re që ajo mund të kishte ftohtë, hoqi xhupin e tij dhe ja hodhi mbi supe. Një veprim I thjeshtë por I madh në simbolik. Kjo skenë, që u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, preku zemrat e shumë njerëzve. Komentet nuk munguan. Gjesti dhe gjestet e tij, njeriu me zemër të madhe, modest dhe I dashur me fansat, ishin vetëm disa nga reagimet. Ky moment vërtetoi edhe një herë që përtej skenës dhe dritave të koncerteve, Gjesti mbetet një njeri I thjeshtë, human dhe plot dashuri për ata që e ndjekin.